Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga pagjumësia, ja receta sekrete që ju vendos në gjumë për 30 sekonda. Nëse keni probleme me gjumin, atëherë filloni të konsumoni këto produkte ushqimore, të cilat do ju ndihmojnë të flini më mirë. Sipas Brejcaj do të rëndisin produktet më të mira ushqyese që ju ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Qumshti. I pasur me kalcium dhe triptofan, qumshti mund të ndihmojë në rritjen e prodhimit të melatoninës, hormonit të gjumit. Një gotë me qumësht të ngrohtë para gjumit ju ndihmon të relaksoheni. Bajamet. Këto fruta të thata janë një burim i shkëlqyer i magnezit, i cili luan një rol kyç në relaksimin e muskujve dhe rregullimin e gjumit. Ngrënia e disa bajameve në ditë ju ndihmon të promovoni një gjumë më të mirë dhe më të qetë gjatë natës. Çaji i kamomilit. I njohur për vetitë e tij qetësuese, çaji i kamomilit redukton ankthin dhe të nxënit dhe nxit relaksimin. Ai përmban veti antioksiduese që të kenë një efekt qetësues në trup dhe ju ndihmon të bini në gjumë më lehtë. Kivi. Kivi është i pasur me antioksidant dhe serotonin, të cilët përmirësojnë cilësinë e gjumit. Jo vetëm kaq, kivi është i mirë për njerëzit që vuajnë nga kapslloku, presioni i lartë i gjakut dhe astma. Arrat. Në listën e dietologëve janë edhe arrat, ato janë të pasur me melatonin, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në cilësinë e gjumit. Ngrënia e një grushti me arra para gjumit mund të mbështesë ritmet tuaja normale të gjumit dhe përmirëson cilësinë e tij. Bananet. Bananet janë të pasur me kalium dhe magnez, të cilat relaksojnë muskujt dhe nervat. Ato përmbajnë gjithashtu triptofan, i cili ndihmon në prodhimin e serotoninës dhe melatoninës, duke nxitur gjumin më të thellë dhe duke rritur kështu energji trupore. Gjatë ditës të gjithë harxhoni shumë energji, kështu që ju duhet të flini një gjumë të mirë, por shpeshherë e keni të vështirë të bëni një gjumë të rehatshëm. Në rastin e të rriturve rekomandohet që të flen nga 7 deri në 9 orë gjumë pa ndërprerje, në mënyrë që trupi dhe mendja të shërohen. Sidoqoftë nëse keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që, për fat të mirë, ekzistojnë disa receta natyrale që ju ndihmojnë në përshpejtimin e cilësisë së gjumit tuaj dhe rrisin gjithashtu përfitimet e tij. Një mënyrë për të përmirësuar cilësinë e gjumit është të përfshini në dietën tuaj edhe qumshtin e ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjat e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhon gjithashtu edhe më shumë këto kushte dhe është thelbësor pasi mund të nxjisë gjumin edhe të ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji mentes. Çaji mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë. Është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar gjithashtu më shumë orë pushimi gjatë natës. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj në rast se vuani nga pagjumësia është edhe qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale që janë të aftë të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë të mirë. Përveç kësaj, ai zvogëlon presionin e gjakut dhe entjen në veshka. Falsasive të ndatë elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet ndjeshëm. Bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues që funksionon më mirë në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në ndjesi të ngopjes gjëqërit dëshirën për të fjetur më mirë. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe largon stresin, duke ju ndihmuar të flini më mirë dhe më të qetë gjatë natës. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupet i duhet për të marrë një gjumë të thellë. I pasur me magnez, qumshti i bajamez
ka prova tjetër shumë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka tripofan dhe falë saj, trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse për trupin. Zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut, pasi mund të ndihmojë në tretje dhe lehtësimin e tensionit të brendshëm. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë për shembull pagjumësia dhe ankthi. Në rast se vuani nga këto shqetësime për një kohë të gjatë, duhet të konsultoheni me një mjek, pasi problemet e pagjumësisë mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Një shqetësim i zakonshëm që prek njerëzit është edhe pagjumësia. Nëse jeni ndër ata që vuajnë nga ky problem, në fakt ka ushqime të caktuara që trajtojnë pagjumësinë, si dhe ndihmojnë të keni një gjumë më të qetë. Disa prej tyre do t'i rëndisim në këtë video sipas Bright Side. Një nga produktet më të mira për të ndihmuar në efektet e një gjumi të mirë është edhe salmoni. Peshku yndyror, veçanërisht salmoni, është i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe vitaminë D. Një këmbim i dobishëm dhe trajtimi i pagjumësisë pasi ndihmon në prodhimin e serotoninës, i cili është provuar se ndihmon gjithashtu në një gjumë më të rehatshëm. Edhe bajamet dhe arrat janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqimore për personat që vuajnë nga pagjumësia. Bajamet janë të pasur me melatonin, gjithashtu janë të pasur me magnez dhe kalcium, minerale që relaksojnë muskujt. Arrat kanë veti të ngjashme që përmbajnë triptofan, aminoacidi që shkakton edhe gjumin. Gjithashtu arrat janë të pasur me acide yndyrore që rrisin më shumë nivelin e serotoninës. Çaji bimor. Çaji i kamomilit përmban doza të larta të flavonoideve dhe apigeninës. Nga njëra anë, flavonoidet zvogëlojnë inflamacionin që shkaktojnë gjumë dhe nga ana tjetër, apigenina është një antioksidant që promovon gjumin dhe zvogëlon efektet e pagjumësisë. Lulet e pasionit njihen gjithashtu për efektet që kanë ndaj pagjumësisë, ankthit dhe dhimbjeve. Edhe kivi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga pagjumësia. Një studim tregoi se kivi ndihmon të flini më mirë dhe të bini gjumë më shpejt. Besoj se niveli i lartë i serotoninës te kivi është arsye kryesore pse jeni kaq të dobët me gjumin. Orizi i bardhë gjithashtu mund të jetë një ndihmë. Për shkak të niveleve të larta të glicemisë, orizi promovon gjithashtu gjumin cilësor. Një studim tregoi se të vegjëlit bënin një gjumë më të mirë pasi kishin konsumuar produkte me indeks të lartë të glicemie gjatë vaktit të mbrëmjes. Qershit dhe lëngu i vishnjave gjithashtu mund të jetë një ndihmë për personat që vuajnë nga pagjumësia. Qershit janë të pasura me fibra, antioksidant, vitamina dhe minerale. Fal këtyre vetive ato luftojnë pagjumësinë, ulin inflamacionin dhe rrisin nivelin e melatoninës. Bollguri. Tërshëra përmban edhe triptofan, gjithashtu është i pasur me vitaminë B3, e cila ndihmon në prodhimin e serotoninës. Kjo vitaminë është një mburojë e mrekullueshme kundër kolesterolit dhe gjithashtu një antioksidant i shkëlqyer. Përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj do të ndikojë pozitivisht në rritjen e cilësisë së gjumit. Spinaçi, i pasur me magnez, ndihmon në relaksimin e nervave dhe të muskujve, duke nxitur një gjumë më të shëndetshëm. Ai gjithashtu ndihmon trupin të prodhojë melatonin, element shumë i rëndësishëm në rritjen e cilësisë së gjumit. Gjalpi i bajameve. Bajamet dhe arrat janë të pasur me magnez dhe triptofan duke kontribuar në një gjumë më të qetë. Qershit. Këto fruta përmbajnë melatonin, një antioksidant që qetëson sistemin nervor dhe ndihmon në luftimin e pagjumësisë. Lëngu i qershive ka treguar rezultate të shkëlqyera në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Kivi, i pasur me fitokimikate dhe serotonin, ndihmon në përmirësimin e cilësisë së gjumit, fal përmbajtjes së lartë të antioksidantëve. Ndajshtimi i këtyre produkteve në dietën tuaj do të jetë një efekt pozitiv në rritjen e cilësisë së gjumit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.